Okej, pra, si që thash herën e parë, sot është live imi dytë për të njëjtën lojë, domethënë jemi duke luajtur me Sons of the Forest. Dhe nëse jeni okej, ne do të vazhdojmë. Okej, do të vazhdojmë me këtë lojën, pra. Shpresoj që ju të jeni mirë, që dita juaj ju ka shku mbar. Dhe sidomos urime pavarësinë e Kosovës njerëz, pak me vonesë, por urime. Do e marrëm aty ku ishim herën e fundit. Herën e fundit ishim këtu. Domethënë për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur lojën, për t'ju rikujtuar, është një lojë ku nuk dim shumë gjëra, ishim me një helikopter dhe pastaj helikopteri u rrëzua dhe duket se jemi si ushtar dhe kemi ardhur për të kërkuar disa njerëz të cilët kanë japur një sinjal dhe sinjali i fundit ka qenë para 7 muajsh. Dhe qëllimi i kësaj loje është përveç kuptohet t'i gjejmë këta persona, është sigurisht edhe të mbijetosh në një, le të themi, në një vend ku nuk është edhe lehtë të mbijetosh. Domethënë këtu herën e fundit ishim me Kalvini i cili ishte shoku ynë që na ndihmon. Përshëndetje Kalvin. Ku po shkon Kalvin? Dhe me Kalvinin do të arrim të bëjmë ca gjëra, kështu që unë po ju propozoj sonte do të ndërtojmë një shtëpizë të vogël. Dhe e dyta do të përpiqem të gjuajmë, të bëjmë pak gjueti, sepse na nevojitet për të mbijetuar, dhe e fundit do të fillojmë me eksplorimin e disa shpellave që i kemi në hartë, dhe besoj kështu do të shohim se çka kanë këtë vend të panjohur, sepse nuk e dim si është emri i këtij ishulli dhe përveç një misioni nuk dim çfarë jemi duke bërë. Okej, kështu që po ju propozoj ta ndërtojmë një shtëpi, dhe për ta ndërtuar një shtëpi, unë propozoj ta ndërtojmë një shtëpi në ujë, sepse me sa di unë këta vendasit këtu, ti quajmë, nuk shkojnë në ujë, domthonë kanë frikë nga uji, dhe me çata kanë frikë nga uji, unë do të ndërtoj diçka mbi ujë. Dhe ta shohim çfarë mund të kem këtu mbi ujë. Okej. Do ta ndërtoj këtë. Do ta ndërtoj këtë shtëpizën këtu mbi ujë. Do ta marr dhe do ta vendos këtë këtu, besoj. Hop. Ja, këtu jo shumë larg, domethënë këtu. Pikërisht këtu, okej, dhe pastaj do t'i them Kalvinit që të më ndihmoj dhe të më sjellë dru. Okej. E di çfarë? Po ja filloj unë vetë një herë, e ndoshta ky Kalvini pastaj më ndihmon. Tash do prem dru. Edhe pse kujdes njerëz mos bëni shumë dru. Ta mbrojmë planetin, po në këtë rast nuk kam çfarë të bëj tjetër përpos. Hadi jepi. Oh, hello, Holy Paul. Actually, I asked him, but he did not reply, so... here it is. Okay. Në nevojitën një sasi 116 drunj. Okej, pra. Përshëndetje zonjush, përshëndetje zonjush. Jo, mos ke friko, qetësohu. Zonjusha me 3 këmbë edhe me 3 duar. Kjo po që është zonjusha. Kjo i bie që kjo zonjusha nuk i bën 2 gjëmat në njëjtën kohë, po 3 gjëmat në njëjtën kohë. Nice. E di si ta ndërtojmë në një hark kështu?
Një hark për të mbrojtur, sepse kjo sakica është okej, po na erdhë në kush nga larg. Me sa di duhet të marrë disa gurt vegjël, du gjej gurt vegjël dhe shkopinje. Dhe në ndërtojmë një hark me shigjeta. Kështu që nëse dikush donë, po jam merr mendja që përzihet me shqiptar, shqiptari i përgjigjet. Në rregull, domethënë ta provoj tash nëse mundem ta bëj harkun. Besoj që mundem ta bëj harkun nëse i kam të gjitha. Yes! Kjo është okej, por na vyn, kuptohet patjetër. Shigjetat dhe shigjetat, me sa di unë. Okej. Këtu nga larg, nëse po shihni edhe ju si po shoh unë, që ka një zjarr atje që i bie që ka njerëz, besoj. Dhe po ju propozoj që të shkojmë dhe të shohim se çka bojnë, a mos ka diçka për të grabitëm. Kështu që po shkojmë. Okej, po shkojmë në luftë, njerëz. Nuk e di se s'ka mund gjem atje. Jeni gati? Apo ndëgjoni këtë zhurmë? Që është kjo zhurmë kështu? Po këta... Jo, po këta ku ka 100 veta. Okej, që më armenja. Hadi se jemi luftarak. Hadi. Jemi as jemi luftarak, që më armenja. Shusin. Okej. Ti pres pak se ata po ikin, kështu që besoj që mund t'i sulmoj këta 2 ose 3 personat që po rrinë këtu. Përshëndetje, si kaloni, si e ke emrin? Emrin, I'm sorry. Okej, mos bona dhon kishe, nuk po kam frikë fare, se nuk është e vërtet, se po u kthyn ata, unë mbarova. Litari, okej, ky jam e sigurt që më nevojitet. Qa janë marrë këto? Okej, duken goxha agresiv kështu, si popull. Jo. Qa bona? Ku është harku? Okej. U kthy, ika. Ja më pëjtë se shqiptari nuk ik. Qa keti? Përshëndetje zotri, unë jam Hana. No. Prit. Kush mra? E pas kanë shokun. Përshëndetje shoku. Ta marrë shtizën se nuk kam shumë. Ka ndonjë shok tjetër? Do ndonjë kush tjetër? Pas ka pije këtu. Ke kujdes. No. No! Okej. Më tha një me duke lujtë kështu, na? Po pse pështynë o djallë? Okej. Timu? Okej, prit. Qo.
shit, ku e kam çantën? Of! Do më thënë, kam bjetuar deri tani vetëm 2 ditë njerëz. Okej, 2 ditë. Round 2. Shkojmë në luftë prap, hajde. Hajde, koncentrim total. Okej. Për më dhenë. No, just kidding. Sa veta janë? Okej, hajde, ball hapur. Qa problemi kjeti? Kush jeti? Qa do? Hey! Oh! Are you kidding me? Okej, dhe më thënë këta që kanë vërtet të egra në kuptimin e plot të fjalës. Largohu tash, hajt. Oh, mais non! Round number 3. Okej. Hajde, jep. Ku mbeten ata? Okej. Qy. Largohu. Aj! Thonë e treta vërteta, kështu që o do dali o zë dali. Do ta marrë çantën shpejt, do vrapoj herë, e pastaj mirrem I vesh. Se këta dhe po me ndjekjen, apo? Shife, wow. Okej. Jo, no. Okej. E, qëtësoj mu se... Nga dalë, se s'bona Jones. Bad idea, yeah, well, I'm trying. E, jam rrëthume. Hade. Ups. Në gjendjen e kam kritike njerëz, kështu që do të përpiqem të gjej disa hapa dhe për sonte do ta mbyllim këtu. Ju falenderoj miq për ju që ishit këtu sonte me mua. Ju falenderoj Çati, Holy Pau, Donna, Miss Donni dhe Rogue Rider. Thank you for being here. Dhe ju gjej të dielen. Të dielen pas dite, shpresoj në ora 16. Dhe ndoshta do të shiqoj për në një lojë tjetër nëse gjej një lojë interesante që jo do të vazhdoj me Sons of the Forest.
Dhe deri atëherë, ju uroj çdo të mirë, ju uroj një natë të mirë dhe një fundjavë, ta quajmë fundjavë të këndshme dhe ne shifemi të dielën. Ciao!